Berisha thot sot që ne kemi mbështetjen e partive popullore që nuk e ka njeh këtë si trafikant njërin tjetrin. Tashi krerët e partive popullore, që tash të vim këtu te kjo tash të marrën. Krerët e partive popullore dhe këta të duke filluar nga ky nga Miskosi. Dhe të qeverive, pra ata që drejtojnë qeveritë në vendet përkatëse të tjera, janë të gjithë në Tiranë. Dhe jo një ditë, 2 ditë. Dhe nuk vim për Berishën. Një nga njerëzit e parë që e ka përshëndetur ka qenë Viktor Orbani. E para fare që e ka mbështetur është Giorgia Meloni, qeveria e Qendrës Djathtë. Pikërisht ajo Giorgia Meloni, cilës Sali Berisha i bëri oponencë dhe opozit duke u bashkuar me Partidin Italian. Gënjen Berisha? Që më unë s'tem që gënjen Berisha, unë po them çfarë është publike. Është problemi ti çfarë thot ai, unë po them çfarë është publike, s'më nuk i bëj oponencë Berisha, s'ta harrosh atë punë. Unë them çfarë është publike. Pra këta i kanë Tiranë. Kush janë krerët? Pra këta janë përfaqësuesit e kanë përshëndet zgjedhjen e Edi Ramës. Jo vetëm përshëndet, po të puthe për qafime me Giorgia Melonin janë bë motor e vllaja. Ky Orbani me zor po pres punoj me ty, Kristian Mickovski me gjithë qeverinë Tirane, tash unë nuk e di, po kanë një parti popullore me një planet tjetër, po kjo parti popullore që kjo këtu është, këta janë njerëzit. Pse? Sepse realisht duhet lexuar e vërteta. Dhe e vërteta është që ka një vullnet për zgjerim të BE-s. Dhe Berisha dhe opozita sot duhet bëjë atë që bërin 2002 me Fatosnano pas zgjedhjeve 2001. Duhet bëhet komplementare bashkë me majorancën si seri reformash që ka nevojë vendi për të vajtur në BE dhe për t'i dhënë sinjal qytetarëve që po e morën mesazhin. Sakt. Mendon se do ta bëjë këtë opozita me Berishën? Se di këtë komplementare me qeverinë pavarësisht. Se di, unë ta thash si thon sicilianët, kështu. Po, edhe unë e mendoj që nuk do të ndryshojë Berisha dhe nuk do të ndryshojë do të jetë destruktive, por edhe kjo lloj sjellje. Ilir, po tisha unë do bëj atë që bëri Berisha në vitet 2002-2005, e cila pastaj solli në pushtet. Dhe mori solli degradimi i qeverisë. Jo, e solli fakti që ata u bën shumë komplementarë, ndryshuan gjuhën, ndryshuan mesazhet. Ajo skandale se po e paguajmë dhe sot, mas 97-s ky njeri erdhi prapë në pushtet dhe çfarë prodhoi mbrapa prapë. Kjo është gjë tjetër, unë them se si ishte sjellja e tyre. Mirë, jam dakord. Sjellja e partive politike është që duhet të respektojnë sistemin kushtetues dhe sistemin politik të vendit. Çdo sjellje me sjellje antikushtetuese, ekstremiste dhe jashtë sistemit politik vende, partitë i bën irrelevante dhe i nxjerr nga sistemi politik. Se kjo po ndodh. Si tash të marri Shehaj vota me 3 muaj fushat në Tiranë të nxjerrë 2 deputet. Dhe Partia Demokratike shkon dhe një poshtë listës mbyllur, duket e vogël kjo. Duket mesazh i pakët që të vinë njerëzit. Se ata që kanë votuar Shehaj nuk kanë votuar Ramës. Ja. Dakor? As ata që kanë votuar Lapaj nuk kanë votuar Ramës. As ata që kanë votuar Lulbashën s'janë votuar Ramës, madje as ata që kanë votuar Liberin s'janë votuar Ramës. Tash pse i kanë gjithë ata njerëz? Sepse ti ke mbyllur mekanizmin e komunikimit brenda vetes.